Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashur, duke qenë se tashmë kemi filluar. Shenja e peshorës, për ju jemi në një fazë pozitive, jeni shumë më tepër realist në përqasjen që keni ndaj jetës, në mbi të gjitha në përqasjen që keni kundrejt partnerëve tuaj. Deri në këto momente ishte shumë më tepër të fokusuar këtu dhe mund të keni kryer një presion shumë më të madh brenda lidhjeve tuaja, mund të keni lodhë për partnerët tuaj. Kjo nuk do të thënë thjesht partner sentimental, do thotë edhe me ata që bashkëpunoni, pra edhe ata që jeni tek vendi i punës në disa raste, me kolegët tuaj mund të keni kryer një farë trysnie pa vetë dije detyrimisht, por duke filluar nga faktikisht nga kjo e diel që nga data 22 mars e tutje, e gjithë ky sindikim mbaron. Është një periudhë pozitive për këtë arsye, sepse ju jeni shumë më tepër realistë, siç e thash, dhe jeni shumë më tepër efikas në jetën tuaj. Rritja më të madhe vazhdoni që ta keni në karrierë, do të këshilloj vërtet që të përdorni çdo gjë që vjen në jetën tuaj në këto momente, sepse vërtet keni një vlerësim shumë më të madh këtu, keni një avancim shumë më të madh në mënyrë të themi. Pak më tepër që do të kemi edhe këndë pozitive të Jupiterit vazhdimisht gjithë javës në vazhdim, dhe kjo do thotë një rritje konstante tashmë. Jeni shndruar në persona që kanë një farë autoriteti dhe që automatikisht të rriteni, pra. Kjo është edhe në lidhje me, ose më thënë, merr një ndihmë shumë të madh edhe nga kolegët tuaj, merr një ndihmë shumë të madh dhe nga shoqëria juaj, pothuajse të gjithë personat që keni në jetën tuaj në një farë mënyrë ose në tjetër ju hap me rrugë të reja për të avancuar. Dhe kjo detyrimisht përkthehet edhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, gjithë javës në vazhdim. Ditët të cilat janë më pozitive për ju, pothuajse gjithë java është pozitive, por edhe për ju dita njëjtë mund të bëhet shumë pozitive nëse të dëshironi që të bëni marrëveshje të ndryshme ose të diskutoni diçka me një person që le të themi doni të bashkëpunoni apo të krijoni diçka së bashku, është një ditë vërtet shumë pozitive, do të këshilloj me ngujmë që ta përdorni, ndërkohë që jemi futur në një fazë ku ju duhet edhe ta argëtoheni përtej të gjitha këtyre dhe çdo gjë që e ndjeni, pra që duhet ta bëni, do të këshilloj që ta shfaqni sa më tepër që të jetë në botë. Kjo do të thënë që nëse dëshironi që të ndryshoni pamjen tuaj të jashtme, është momenti i duhur për ta bërë këtë. Një ndikim tjetër i cili është shumë pozitiv në këto momente, për sa i përket krijimit të lidhjeve të reja sentimentale, në këto momente shenja e peshorës është në një fazë pak a shumë lulëzimi në këtë pikë, do t'i këshilloj me ngujmë që ta përdorni edhe këtë. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit nga hëna e re faktikisht oshin nga jeta e tij mosbesimi që kishte ndaj fatit ose se do të mund të krijonte jetën që dëshironte. Ndërkohë që tashmë futet në një fazë ku ka më tepër besim tek vetja dhe tek fati i tij. Kjo ndodhi që dje, pra që nga hëna e re, po detyrimisht ndikimet nuk është se i ndjejmë menjëherë, janë shumë graduale këto. Kemi ndikime shumë pozitive për sa i përket çështjeve sentimentale tek shenja e akrepit, është në një fazë ku vetëm krijon, vazhdimisht krijon në këto momente, prandaj edhe mund të krijojë dhe lidhje sentimentale. Madje për shenjën e akrepit, java në vazhdim mund të thotë edhe fillimi i lidhjeve të reja, sidomos ndaj personave që e dim, domethënë që kemi farë komunikimi, kemi pasur një farë komunikimi, ose persona që rikthehen nga shkuara, jo ish partner, po them persona që kemi njohur që të shkuarën tonë dhe për një arsye ose për një tjetër ne janë ndarë rrugët. Ndërkohë që tashmë kemi rikthimin e tyre në jetën tonë dhe krijimin e një lidhjeve sentimentale, mund të marrim informacione në lidhje me persona të cilët do të na ndihmojnë më vonë për të krijuar një farë stabiliteti ekonomik, duke qenë se në këto momente për shenjën e akrepit, pjesa më e rëndësishme për ta është krijimi i një jete të re. Kjo do të thotë që kemi dhe mundësi të shumta që në jetën tonë, duke qenë se pak a shumë të gjitha gjërat që na kanë ngelur janë vetëm gjëra që neve na nevojitet janë të shëndetshme, detyrimisht kemi dhe aftësinë që të ndërtojmë bito, pra mbi atë themelin që kemi ndërtuar deri në këto momente, ose të ndërtojmë themeli me elementet që kemi marrë pra deri në këto momente. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale ose lidhjeve që kemi në këto momente, është një periudhë shumë pozitive sepse mund të kemi shndërimin e këtyre marrëdhënieve në diçka shumë më të shëndetshme, të cilën brenda të cilave mërtheme shenja e akrepit ndjet vërtet shumë mirë. Për sa i përket të ardhur materiale, jemi në një fazë shumë pozitive. Kemi akumulimin e pasurisë në përgjithësi tek shenja e akrepit, sepse kemi realizimin e ëndrave të tyre, dinim se si të realizojmë. Dhe pak më tepër që marrin ndihmë shumë të madhe dhe nga sistemi. Jemi zgjeruar shumë edhe në diapazon,
ngecemi më tek kushtëzimet tona. Mbi të gjitha kemi një intuit vërtet shumë të lartë, jemi shumë të praktik, nuk fokusojmë tek gjërat që na lodhin më. Kjo është si rrjedhë e gjitha le të themi andrallave që kemi kaluar deri në këto momente. Pas kësaj, Pushimi i Akrepit është një frut shumë pozitive. Në lidhje me shëndetin do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm, sepse sido që të jetë kemi shumë vendosur tek shtëpia e shëndetit, mund të jemi disi më të ndikuar se të gjitha shenjat e tjera, por nëse jemi të kujdesshëm në lidhje me rutinën tonë, në lidhje me ato çfarë konsumojmë, detyrimisht të kemi shumë më të thjeshtë që të anashkalojmë problemet që mund të kemi, ose të shërojmë më shpejt për gjithë ata që janë problematik, kanë probleme pra. Okej, dhe në lidhje me karrierën, por kjo është edhe një ndikim shumë e rëndësishëm, në këtë moment shenja e Akrepit ka mundësi shumë të mëdha për të arritur në karrierë dhe mbarimin e të gjitha problemeve që mund të ketë pasur në lidhje me trashëgimit, ose që mund të ketë pasur edhe në lidhje me ndarjen e pronave ose në lidhje me gjyqjet. Shenja e Shigjetarit. Për shenjën e Shigjetarit është një javë shumë e fuqishme, vërtet shumë e fuqishme. Duke qenë se Jupiteri tashmë ka mbaruar retrogradën, që gjithë javës në vazhdim do të ketë vazhdimisht mbështetje, është planeti i fatit dhe mbi të gjitha ka mbështetje. Në përgjithësi vjen në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se vlerësohet shumë nga ambienti, tashmë ka të kaluar të gjitha problemet që i ka krijuar vetes së tij, dhe fal kësaj kemi mundësi që të krijojmë diçka të re, mund të argëtojmë më tepër, mund të udhtojmë më tepër dhe kemi edhe aftësinë që të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme në këto momente, për të krijuar lidhje të cilat të rezistojnë kohës. Nëse dëshironi që të shprehni ndjenjat tuaja, do t'ja këshilloj me ngulm, ndërkohë që hënëre nxorri nga jeta juaj të gjitha problemet që ekzistojnë me familjen, me banesën në disa raste, ose pengesat që mund të kenë qenë në lidhje me karrierën, tashmë jemi futur në fazën kemi vetëm rritje. Vërtet që të gjitha ciklet karmike pak a shumë i mbyllën. Normale, na duhet punë që të ndërtojmë këtë gjithë këto gjëra që po vijnë në jetën tonë, por kjo është diçka më e thjeshtë tashmë sepse jemi në një fazë shumë më tepër optimiste. Përsa i përket çështjeve sentimentale, duke qenë se jemi në një fazë që kemi shumë fat, por duke filluar nga dita e hënë deri ditën e mërkurë, e përmenda që kemi disa ndikime, për shembull dielli është në takim me Saturnin. Duhet të jemi më të përgjegjshëm në mënyrë se si i shprehim ndjenjat tona. Ne mund të jemi shumë entuziast, por normalisht personat që kemi përballë mund të mos jenë të njëjtën entuziazëm, prandaj duhet të gjejmë atë balancë. Ndërkohë që ditët e enjte të premte, do t'ju këshilloja që të jemi më realist, sepse mund të jemi shumë më tepër naiv. Përsëri mund të kemi shumë entuziazëm në shprehjen e ndjenjave tona dhe nëse nuk e marrim të njëjtën gjë nga personi përballë, mund të na thyet zemra, ndërkohë që këtë mund ta anashkalojmë shumë thjesht, mjafton që të jemi pak më tepër realist pra. Në lidhje me shëndetin, detyrimisht duhet të jemi të kujdesshëm, pra duke qenë se është periudhë e tillë, kemi ndryshimin e stinës, duhet të jemi detyrimisht më të kujdesshëm. Shenja e Bricjapit. Shenja e Bricjapit në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm pozitiv. Është vjen nga Zhunoja, i cili është një lloj Jupiteri, pra një lloj planeti fati, na sjell fat vërtet shumë të madh, sidomos për të krijuar stabilitet në jetën tonë. Gjatë javës në vazhdim deri ditën e enjte do të vazhdoj që të jetë tek grada 28 dhe si rrjedhoj, kjo do të thotë që marrim një ndim shumë të madh edhe nga sistemi. Si përsa i përket të ardhur material në lidhje me karrierën, por më e rëndësishme fare është në lidhje me krijimin e stabilitetit në marrëdhëniet tona, edhe në marrëdhëniet sentimentale për brenda partneriteteve, martesave, lidhjeve të rëndësishme, po ashtu edhe me familjen tonë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe me krijimin e familjes. Është periudhë e tillë, pra që mund të krijojmë familje. Detyrimisht që të krijojmë këtë familje, na duhen të ardhur materiale dhe kjo është shumë e thjeshtë për të bërë në këtë moment, sepse shenja e Bricjapit ka një rritje konstante në këtë momente. E ka shumë graduale, por e ka konstante. Sidomos duke filluar nga dita e hënë e tutit, këto ndjeni edhe më tepër, do keni disa ide të cilat mund t'i përdorni shumë mirë dhe keni më tepër fat mbi të gjitha. Gjithë javës në vazhdim do të kemi Uranin, i cili do t'ju mbështesë vërtet shumë dhe kjo do të thotë mbështetje shumë e madhe nga familja juaj ose nga fisi, më të themi, ose persona që i keni të afërt në një farë mënyrë, që jeni rritur bashkë, diçka e tillë. Këta do të ndihmojnë që të keni një rritje ose më thënë të vlerësoni ashtu siç duhet në lidhje me karrierën tuaj dhe
mund të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pak më tepër që hëna e re do të thoshte edhe mbarimin e problemeve që kanë të bëjnë në lidhje me komunikimin ose në lidhje me marrje-dhënie, pra biznesi. Si rrjedhoi përshëndetje Briciapit është një fazë vërtet ku kemi një rritje përses konstante, edhe pse graduale, ndoshta mund të doni që të ecni pak më shpejt, po nuk do t'ja këshilloj sepse kemi një zgjerim në të gjitha anët dhe tempoja është shumë e duhur, domethënë. Kemi një ndikim për sa i përket rritjes në karrierë, duke qenë siç e thash do të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga pothuajse të gjithë njerëzit që kemi rreth, po në përgjithësi njerëzit të afërt, do të këshilloj që edhe të dëgjoni fjalën që thuhet. Nuk do të thënë që duhet të bëni patjetër si ju thuhet, po them duhet të dëgjoni, të merrni si këshilla sepse vërtet mund të hapen disa horizonte të reja. Shenja e ujorit gjatë javës në vazhdim është shumë pozitive në përgjithësi, është e ndikuar shumë dhe në këto momente ka një rritje, po nga që ka rritje në disa prizma të cilat nuk është se i priste shumë, prandaj dhe e thash në atë mënyrë. Por në përgjithësi ka një rregullim të dukshëm edhe kjo të marrëdhënieve që ka me familjen. Ka një mbështetje shumë të madhe këtu dhe e njëjta mbështetje bën që të ketë një moral shumë të lartë dhe të pothuajse të kërcej në lidhje me karrierën sepse ka një avancim vërtet shumë të madh gjatë javës në vazhdim. Në këto momente kemi një vlerësim shumë të mirë në lidhje me veten. Nuk pranojmë atë që është në nivelin ton, si për sa i përket punës, po ashtu edhe për sa i përket të ardhur materiale. Pak më tepër që kemi dhe rikthimin e të gjitha investimeve që kemi bërë, këtë ja premtova javën e kaluar, kjo është javë vërtet që fillojmë të marrim ato investimet që kemi bërë në të shkuarën, kemi kthimin e borxheve, mund edhe të na besohet në lidhje me investime, në qoftë se jemi në fusha të tilla se mos në lidhje me financën. Kjo do të thotë që shenja ujore gjatë gjithë javës në vazhdim ka një rritje shumë të madhe në lidhje me temat financiare dhe mbi të gjitha kemi dhe një rritje vërtet shumë të madhe në moral. Në jetën tuaj në këto momente po vinë shumë njerëz të rinj, gjë që ju bën vërtet shumë mirë sepse është një periudhë shumë e mirë për të socializuar për ju. Komunikimi shumë efikas dhe mbi të gjitha ky komunikim përkthehet edhe në krijimin e burimeve të reja për të ardhur material, ose mund të krijohen edhe një rrjet shumë i mirë social, i cili mund të përdorë në të ardhmen për avancimin në karrierë, për të prezantuar me persona të rinj që ju nevojitet, për të qenë persona një farë figurë autoriteti pra komplet në shoqëri dhe është edhe një fazë ku keni shumë fat në çështje sentimentale. Këtu krijojnë lidhje të cilat vërtet ja vlen. Nuk jeni më në ato fazat që nuk dini se kë do të merrni të njëjtën tuaj, që të pasigurt ose thjesht mund të kishit lidhje të cilat edhe ju vetë nuk e kupton sepse ishin aty. Në këto momente jemi futur në fazën ku jeni shumë herë më të vetëdijshëm, pra në lidhje me marrëdhënien që duhet të krijoni dhe falë kësaj krijoni lidhje të tilla. Por përsëris, e dini vlerën tuaj dhe nuk pranoni në asnjë aspekt poshtë asaj, është gjë fantastike për këtë arsye. Marrëdhënie familjare do t'i këshilloj që të mbështeteni pak më tepër gjatë javës në vazhdim, sepse vërtet mund të bëhet një burim shumë i madh morali dhe është edhe faza ku mund të krijoni shtëpi, familje dhe mbështetja e familjarëve tuaj aktual, pra normalisht ju ndihmon edhe më tepër. Shenja e po jeni vërtet njëshi, keni fat vërtet shumë të madh, do t'ju këshilloj vërtet që ta përdorni me qetësi, normal që ju jeni të qetë, po me qetësi dhe do ju vini re që gjithçka domethënë do zgjidhet vetveti. Shenja e peshëve. Shenja e peshëve javën në vazhdim e ka pozitive. I vetmi planeti i cili është malifik që ka ngelur tek ju është Marsi, por në të vërtet edhe Marsi në këto momente ju jep një aktivizim pozitiv, duke qenë se është në kënd pozitiv me Jupiterin, prandaj dhe jeni më aktiv në jetën tuaj, jeni vazhdimisht në kërkim të diçka të re, e cila ju sjell më tepër vlera në jetën tuaj, vlera materiale, socializim e të tjerë e tjerë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, ju në këto momente jeni shenja që ka shumë fat. Jeni shenja e cila mund të krijojë lidhje vërtet që nuk ja priste mendja, pra mund të lidheni me persona të cilat menjëherë dalin pothuajse ose hynë më themi në jetën tuaj. Falë kësaj kemi edhe krijimin e një dinamike komplet të re, e cila juve ju bën që të ndiheni shumë më mirë në të vërtet, por është diçka e papritur, prandaj edhe do të duhet një farë periudhe adoptimi.
Normal që jo të gjithë do të lidhen, por të gjithë do të kryejnë një mënyrë ose në një tjetër një dinamik të re në jetën e tyre dhe kjo do t'ju bëjë të ndjeni vërtet shumë mirë. Ditët të cilat do t'ju këshilloj që gjithsesi të jemi të kujdesshëm në mënyrë se si ne komunikojmë, se si shprehemi, sidomos me personat që kemi rreth rrotull ose me personat të cilët jemi brenda të një kolektivi, është dita e diel, për fat të mirë. Është fundjavë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe ditën e shtunë. Këto janë dy ditë të cilat duhet jeni më të kujdesshëm në mënyrë se si komunikoni përses me kolektivin tuaj. Por duke qenë se në përgjithësi njerëzit nuk punojnë në fundjavë, do të thotë që duhet jeni shumë më të kujdesshëm në veprimet që bëni. Nuk duhet jeni fare të nxituar, duhet jeni shumë më të kujdesshëm, të jeni hapa vetëm kur jeni të sigurt dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, të kujdeseni shumë për shëndetin tuaj, që gjithë javës në vazhdim. Jo sepse do të keni probleme, por sepse jemi futur në fazën ku mund ta përforconi shumë sistemin tuaj imunitar. Pra është diçka pozitive në këtë rast. Me të gjitha, kalimet e shumta tek shenjat e dashit do të thotë për ju të ardhura materiale vërtet shumë të mira. Vlera të cilat tashmë fillojnë dhe vinë hyn jetën tuaj. E gjithë puna që keni bërë deri tani fillon dhe shpërblehet. Prandaj dhe vlerësoni shumë edhe nga eprorët tuaj, po ashtu nëse jeni të vetë punësuar, filloni që të shikoni të mira materiale shumë më të mira tashmë. Dhe mbi të gjitha keni edhe mundësi që të bëni dhe investimet të reja. Në këtë periudhë ju këshilloj vërtet që nëse keni ide ose keni diçka që dëshironi ta filloni, të hidhni hapat e para nëse nuk jeni të sigurt vetë se si duhet ta bëni këtë, si që mund të merrni ndihmë nga gjithë personat që keni rreth rrotull, pak a shumë të gjithë mund të vrapojnë në ndihmën tuaj, më tepër mund të merrni ndihmë nga familjarët, këtë më duhet të nënvizoj, por jo vetëm nga ata, nga të gjithë pothuajse mund të merrni ndihmë, sepse në këtë momente është periudha ku ju vërtet po zgjeroheni shumë, merreni me moderitet, jo gjithçka bëhet njerëz, pra me moderitet, me qetësi, duke qenë se në këtë moment e kemi mundësi që të krijojmë vërtet një harmoni ose një, siç e thash, mund të rilindim pak a shumë tek një identitet i ri, i cili është vërtet shumë herë më i përshtatshëm, pozitiv dhe ju bën më të ndjeni shumë më të lumtur. Mbaroj një periudhë që ishte shumë pesimiste për ju. Stina juaj në përgjithësi këtë vit ju kape me një farë pesimizmi, ndërkohë që tashmë futemi në një frymë shumë herë më tepër optimiste. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Por përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh dhe jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tafshim.